A është ndaluar përdorimi i celularit gjatë hutbes ditën e xumës? Sigurisht se çdo send që preokupon, e shqetëson, e dekoncentron xhamatliun gjatë hutbes së imamit, përderisa imami është në hutbe, prej se fillon hutben derisa të përfundon, çdo gjë është e ndaluar. Madje e ndaluar është edhe dhënia e selamit, e marrja e selamit, e të shtitja. E ndaluar është edhe me këshillu dikënd, e mi thonë dikujt na ulu, e qohu, e të tjerë. Çdo send është ndaluar, madje edhe nëse një gur e merr dhe lun pak me të livrit vendi, është ndaluar. Ka ardhur hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam: "Wa man massal hasa faqat laga", ai i cili lun, lëkund, një guri e ka humbë shpërblimin e ditës së xumës. Dhe si rrjedhoi e kësajna, përdorimi i celularave është një fenomen të quaj i ndaluar rreptësisht dhe si rezultat u humbë sevapin. Thuj ma bot u apakon sevapin në maksimum atyre të cilët luajnë apo përdorin celularin. Celulari duhet jetë i mbyllur në mënyrë strikte prej kur të fillon hutbja derisa të përfundon, sepse jemi të urdhëruar me Kur'an që ta ndëgjojmë hutben e imamit pavarësisht a na pëlqen as na pëlqen çka thotë te marrësh ose marrësh. Allahu alem.